Ti po mendon kryetari. Po ai po thotë që s'po bën këta me 48 deputet, s'po mund ta bëjnë. Se synimi synimi është perfekt. Është kjo ulja e votës elektorale, fuqisë politike të vetëvendosjes, fituesit të zgjedhjeve nëpërmjet kamuflimit synimi që është themelore që kjo, që është ulja forcës së vetëvendosjes. Hajt ti unë po tham, jo me ty, po hajde ti me mua se unë kam një ide më të mirë, po moralizoj unë. A kënena i treti, atër s'pomojnë asgjede, bre? S'pomojnë asgjede, po kryojnë a grupet unitetit. Ky kënej të ju thonë hajvona, hajdenin bashkë në koalicion. A këta kënej të tina... Ata kënej, po unë po them gjithë këta se... Po a këta pidojnë njëri Sërbis, me Miloshin, si Miloshi e bo. Veti ki qitë armatimin, po shpik gjona. Do më njëtë është muhabeti, po në relacion... Edhe pastaj fansat këndej, duke ju thënë atyre protagonistëve se kundërshtarëve që jeni me Serbi. Përgjigjja, mos me hinë në shqyrtim të tekstit, përgjigjja është pragmatiste. Për nevojat vetanoket LDK-s, mos me i thonë as po, as jo, ose me thonë pjo. Nashtë. E kjo nuk krym pun politikë. Së paku mos mendon LDK-ja si pas mendimit tim, që kjo e kanë zirë me një pozicion zhblokus LDK-n, por natyrisht që tash pritet loja pragmatiste ta këshyrum kush përfiton diskursin, se kështu nuk e nxjerr pi blokade që pas ke propozu një struktur të jashtëzakonshme nacionale me kësi fa revokime të panevojshme. Se po që kjo kështu diçka kombëtare, ku i tundin flamujt kombëtare dije që aty u shkret o kundë. Absolutisht. Po ke pas reagimin e Emilia Rexhepit. Dhe të dua ta vendosë në plan të parë, nuk e di nëse e kam këtu, po e di që ka reaguar, e turpshme, papranueshme dhe jashtëzakonisht e rrezikshme. Me këto fjalë mund ta përshkruaj deklaratën e liderit LDK-s Lumir Abdigjiku, me cilën komuniteti dhe jo shumicë në Kosovë injoron dhe eliminon hapur nga dialogu politik. Një qasje e tillë është dëmshme për vizionin e një Kosove moderne dhe multietnike, si zëvendës kryeministri e qeverisë e Republikës Kosovës për drejtat e njerëzit dhe për çështjet e komunitetit jo shumicë. Mirë kishte qenë ta nxjerrim gjithë letrën, se pas ka letra është publikuar. Se di, por para se gjithashtu si bosnjaka më votuar në zgjedhjet e fundit, duhet të them qartë edhe më zë të lartë, Kosova nuk është dhe kur nuk do të jetë shtet i rezervuar vetëm për një grup etnik. Ajo përket çdo qytetarit të saj, qoftë ai shqiptar, bosnjak, turk, rom, serb, bashkali, egjiptian, goran apo kushdo tjetër që jeton dhe ndërton në këtë vend.